Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video të re. Siç e pat pak edhe hapjen e videos, ne kemi atmosferën e ditëlindjes së Katalejas, ditëlindjen e 4 të Katalejas, dhe Kataleja i është futur këtij keku të vogël me kokë. Këtë herë i kemi marrë një kek të vogël, një tort të vogël domethënë, vetëm sa për adet të kësaj dite që të fikte qeririn, sepse u kam thënë në një video që ne do ta festojmë me fëmijët e kopshtit, shokët dhe shoqet e saj, dhe gjithashtu me një pjesë të fëmijëve këtu në lagje që i kemi ftuar. Pra i bie ditën e diel të kësaj jave. Bëm edhe foto për momentin kur Kataleja fiku qeririn me numrin 4. Sot patëm edhe një si mbledhje me prindrit që shkuam te kopshti i Katalejas dhe qëndruam atje deri në orën që Kataleja mbaroi, edhe erdhëm së bashku. Dhe kështu pak a shumë na ka shkuar dhe dita e sotme. Gjithashtu kemi pasur dhe urimet në telefon edhe në rrjetet sociale. Tani, përpara se Kataleja të ndërohet, do të hapi edhe dhuratat. Është dhurata që i kam bërë unë, edhe gjithashtu ka ardhur dje dhurata e parë nga dhe gjithashtu ka ardhur dje edhe një dhuratë tjetër nga dihet që nuk mungon kjo komshia këtu përballë. Dhe me qënë se Kataleja mezi pret që t'i hapi ato 2 dhuratat, do t'i hapi sot edhe pastaj pjesën tjetër, nëse do të vinë dhe dhuratat e tjera. Kur të jetë dita që ta festojmë me fëmijët, do t'i hapim atë ditë. Pjesa më e madhe e kësaj videos do të vazhdojmë me ditëlindjen e Katalejas. Këto janë dhuratat e para të Katalejas. Kjo është që e ka për mami. E ka parë Kataleja se çfarë është dhe prandaj e pa atë ditë kur erdhi, ju e patët të videon që kanë ardhur gjërat kur kisha bler disa gjëra unë dhe midis tyre e ka ardhur edhe ky, por ndërkohë ishte këtu Kataleja kur e pa këtë, e nuk ja vlente që unë ta bëja kështu me paketim. Sepse zakonisht paketimi ka atë ndjesinë e vet kur nuk e shikon dhuratën, kur nuk e di se çfarë është. Po. Ja, jo. Put dorën këtu. I can get this out. Sa bukur. Edhe stickers. Stickers, po. Është libri se si do e përdorim. Edhe kjo. Po, dhe me këtë aparat e moni do të bëj foton e parë. Do të bëj. Po ti. Po ta bëj dhe mami ty një foto të parë këtu tek vendi. Është ky letrat që do i futen në aparatit për të bërë fotografi. Ta bëj mami foton e parë, lëri ato. Çon. Në ngjyra. Do ta bëj mami foton e parë këtu, te kjo, çova ka bateri. Ta shikoj ma ka bateri. Halo zemër. Jo. Se e karikojmë, mami, se është me karikus. Okej? Se presim ta karikojmë pak, ndërkohë hap këtë tjetrën ti. Që do hapi? Të. Pakon tjetër, mami, se janë 2 dhurata. A këtë? Po. Prit, një sekond. Stickers. Ups. Kataleja! Prit. Wow! Waj, personalizuar edhe me emrin tënd, mama. Shikon si ta ka bërë? Karena, mami. Ke për buzët me çokoladë. Wow, e personalizuar biri edhe shkrimi këtu bashkë me emrin. Wow! Edhe tu. Kataleja, sa bukur. Wow! I love this. Është e rëndë? Sa bukur e ka mbështjellë? Sa bukur e ka bërë? Hajde këtu. Ku shkon? Këtu. Që si e ka bërë Karina kartolina me emër? Personalizuar. Mami, shikoj këtë. Edhe këtu brenda me emër. Kujdes, vëjan çik në karikim të Arsenata.
si të bëjmë foton e parë këtu me atë, se e ka aparatin e vetë. Unë nuk kam mama, unë të bëj foto të gjithë. Po ti pra ti do bësh. Përshënë Marta. Wow, që s'ka? Lego që këto, apo nuk I di? Po di unë. Magni glass. You know what they are? Wow, magnetic, po, mire ka. Magnetic building tiles. Sheshi. Më shumë I di kjo se ne. Magnetic Unë të glass. të hapi. O Ibrahime. Po, me mam po. Hape. Okay. Po kur të lozësh, mami, kur të lozësh. Po dua se të lozi të një. E, të shtimo. Po jo, prit një herë, prit pak. Do ta hapim andej matan, okej? Ta hapim matan. Në rregull? Se e hapi njërë tani e pam se çfarë ishte dhe pastaj për të lozë do të hapim andej matan, sa andej I kemi lodrat. Në rregull? Hajde, tek shumë për ty. O shpirt. Oh my gosh. Oh. Kus ka dal te luga? Korali ka dalë për herë të parë në rrugë. Si që ka dalë dhe Katalea me të njëjtën veshje, kur ka dalë këtu të rruga, po pa këpucë, se kjo veshje s'ka ndonjë palë këpucë që t'i bëjnë kësaj veshje. Do shkojnë tek pishinat, mami, te noti. Ta bësh mamit një foto ti. Bëja koalit një, sepse është herë parë që koali ka dalë te rruga. Dale të shikojmë si të dalë. Po ti e zë dhe me kishtë, mami, po nej se bukur e pas kënë tjerë. Nuk ka që më Bravo, sa bukur. Po Astrid ne kishën tjerë bukur? Po. Bukur? Okej. Shka? Foto e koalit. O gjotë. Kush konë mëma? Mori rrugën korali tani. Shemra I me ti. Opa koali. Drita I me ti. Koral. Korali. Qo te mami. Qo. Jo. Veti te kom shia korali. Hadi kështë mami. Ja. Mami, ti ke zonë fytyrë. Po kam zënë fytyrën me telefoni, mami, se isha duke filmuar. Ja, si që jam edhe tani për momentin, se ti tani ma bëre foto, no? Se bërë foto. Unë nuk e glisa foto. Go. Stop. Go. Po lere, o Katalea. Jo, po. O koali. Tani nuk futet brenda korali. E mësoj që të dali për jashta edhe. Atë ma. Ku je? Të fëmijëve, mamat e fëmijëve. Atje janë, te parku, me fëmijët. O, zoti I matë, sa të më dha I rinë ato. Këto që ka veshë koali, mami. Korali. U bë korali e pavarur, të iki të një vetëm, të dali nga shtëpia. Korali, hajde te mami. O, zoti ma.
Drita ime ti kur do t'i dalësh për jashtë. Look at that. Oh man. Guys, what? There goes. Enough, Carly. Kuali. Lucia, hajde ke babi, hajde. Hajde, të më hiku, hajde ti gjithë. Mi, hajde të rëgullit babi, të zebra. E ma facem babi një, hajde këtu. Mami, Mami likes us. Ke që mami të kaqurela veten dhe za bukull. Më që ke lagur që mami kaqurela që më të... Ku i lage? Të kopshti? Edhe? I lage shumë? La capa. Që mami ty. Mami, Jo, ajo është qelsi i shpis, mami. Ma mami qelsi? Qelsi makinat është tjetër. Kisi mama ty, drit. Unë kam qef të bë. E ke qef? Mami, a gjyluar makina. Qysh është ngjyluar makina? Kjo makina gjyluar. Po e ngjyros o ka qenë mami makina? Se bëri këto gjagja. Po gjagja të bëjnë. Nuk t'i kujo, ma. Pi. Këtu. Si që pat, ne kemi ardhur këtu që morëm Kataleja në kopshti, por zakonisht ky si parkim është shumë i madh, por nga që vinë të gjithë për të njëjtën arsye që marrin fëmijët, kopshti del 15 minuta më përpara. Ndërsa fëmijët e tjerë që janë në shkollë dalin 15 minuta më pas, që shkon diku aty tek 20 minutë që sot merren, sa të hipen nëpër makina. Edhe ndërkohë, ndonjëherë qëllon që nuk ka vend aty ku unë parkoj gjithmonë, në pjesën ku është teke, që mund të dalë pastaj mbasi marr Katalejen, përgjithësi ashtu e parkoj. Dhe sot më desh që të parkoja këtu, të kraun këtej nga është pak më i gjerë parkimi, dhe pak a shumë zënë njëri tjetrin, por nuk është se prish punë një 15 minutë të rim pak këtu. Për jashta është shumë ngrohtë, ka një 2 ditë që bën shumë ngrohtë. Fryn ajo era që është karakteristike këtu, që pavarësisht se ka diell, nuk të lejon që të veshësh diçka më shkurtra. I kam kaluar këto, 2 zonjushat këtu, tek vendi i timonit. Korali e ka dhe pak problem që të ri për jashtë, se do që të ulet në tokë, të vi vërdall ashtu, po njerë tani nuk është ajo ecën, por nuk është në gjendje që duke qenë se edhe i vesh këto të trashat. Pise! Shikoj, si qaj ha. Jo, mu me qes. Qesete. Këtë që mami të qulatit. Adelita i me qaj bukulje. Ma trash, jo. Po gryen letrën e kësaj. Po jo, mama. Është kjo pulti i makinës. Kësina. Da. Bëj këtu. Kës. Po, mama. Po, ajo është e zarit që ngrihet ullet. Po, më është tani, mame. Se, po, do të ngrite shumë të rënë. Kupë des makinë mami bën bum, bën zari. Si muzikon. Ashtë për të ullu kjo? Ajo? Jo. Ashtë kështu për gjërat e tjera që funksionon makina. Ja, kësali. Ja, se mama ti qyli të bukur. Kja se në më bubuse.
Mumsy go. Po pse e rrezon? Pse e rrezon motrën? Katalea, merja gotën se do të lozi me ty, o nuqe. O mama, Katalea, Mama? do të luaj nuqja me ty. I put in those. Sorry, Mom. Jepi pak ujë nuqës. Shiko si të tregon gotën e se gotën i mori që parti që po lozje. Shiko si ben? Hey, o drita ime ti so brave. Daisy. He's fine, Mom. Katalea, jepi pak ujë motrës. Jako e, I won't do it. jako e ka ujën, të lutem. Oh. It's Po, dhash të lutem edhe ti do ta bash. O zoti ma. Avash, avash. E mbytëm më. O Korali, Korali. O, trite mamit. Po qafoj motlen? Po qafoj motlen? Po qafoj motlen? Ai zoga ime. Ja, unë ngritë nëse unë ngritë për qafoj ty. Jo, nache. Do të ule të këty, o nuqe. Si vla ime ti. Pa me mamë do të ule të këty. Yeah, probably. E mirë, he, mbaj tani, për qafoj. Se prandaj, ashtu. Do you need a cuddle? I got some mats. Është filt. Po pse o nuqe u qove? And today I got Elsa mat and Anna mat. Taj. Them. A drita ime ti kur taj. Then Kisin. this is Që të bëri Katalea ty nëse që të bëri Katalea? Nuk të la Katalea të ule se ti të pleli? this is Tac, Anna tac. and nothing so cool. Mos. Ulu pak ti Katalea kështu në gjuhën si që ishe ullur aty. Të vdes, mami. Sa ti qenë Katalea në ullur e për qafon, o drita ime ti. O Katalea, mami, po pëse se le? Ti ka pi fokat? Shpirt, zemla të një. Ta? A gjogi mami ti, o shpirt. Nuqe dimja. Të da pëllosim në kualin. Aha. Qështë ta përlosë shkoalin ti? Jo! Hajti. Të da pëllos kualin. Sa komareje. O gjot. Të ha. Të ha. Jepja motrës. Na, moj. Na me Katalea, drita ime ti. Jepja plap motrës, jepja. Na me Katalea. Të vdesun. Hajde në mamamit. Hajde. Në mamamit, koali.
Hajde. Të dashur miq, mirë mbrëma. Sot jemi 2 ditë pas ditëlindjes së Katalees, edhe i bie rreth 4 ditë para se të festojmë ditëlindjen me shoqërinë. Tani jemi në darkë, ora po shkon 7 dhe po rria pak këtu në divan me telefon dhe mendova që të flas me ju. Katalea po shikon Peppa Pig dhe Korali është duke shpërndar të gjitha bebelinat e veta. Nesër këtu është dita e librit, në fakt dita botërore e librit është edhe në prill, por këtu kanë vendosur edhe një datë tjetër, të cilën pak a shumë e bëjnë si një lloj aktiviteti në përshkolla, për të stimuluar edhe leximin, por gjithashtu edhe me rastin e asaj dite blejnë edhe ndonjë libër me një çmim të caktuar, ku ato të ardhura shkojnë për bamirësi. Gjithashtu doja të ndaja me ju edhe diçka që kam nisur për veten time. Përsa i përket ushtrimeve fizike, është një klas fitnessi që nuk mund ta quajmë tamam palestër, por është një klas fitnessi që marrin pjesë disa vajza dhe gra edhe bën ushtrime të ndryshme me një trajner. Si orar në fakt është pak herët, i cili mua më leverdis sepse të paktën vajzat i lënë në gjumë, e gjithashtu edhe Arsenin e lënë në gjumë. Edhe janë këtu qetë në shtëpi, është këtu në zonën ku banoj unë, 2-3 minuta me makinë. Është për rreth gjysmore, por janë ushtrime intensive. Deri më tani ndihem shumë mirë, kam 2 seanca që shkoj. Seancën e parë e ofronin falas me idenë që për të parë se a do të pëlqente. Dhe në të vërtet më pëlqeu dhe mendoj që ta vazhdoj. Nuk e di se sa kohë do ta vazhdoj, por deri tani ndihem mirë. Edhe për faktin që ngrihem herët, në fakt nuk kam folur shumë për pjesën fizike timen, jo se nuk kam dashur të flas, por nuk është se ka rënë edhe rasti që të flas, sepse në fillim të shtaxanisë me Katalean, unë kam humbur shumë kile për shkak të Covidit, në kazan Covidit, para 1 javë ose 10 ditë përpara se unë të merrja vesh që isha shtaxan me Katalean. Dhe kështu unë përfundova që nuk shtova shumë kile, por edhe atë pak peshë që kisha mbi peshën time normale, mbasi linda Katalean, e kam humbur shumë shpejt, ose më saktë shumë më shpejt se sa me Koralin. Korali po shkon tani aktualisht 1 vjeç e gjysmë, edhe në fakt nuk është se e kam vrarë edhe mendjen shumë, jo se e vrava shumë me Katalean, ashtu ndodhi vetë procesi i trupit, por gjithsesi thonë që edhe me fëmijën e dytë nuk është i njëjta gjë. Edhe nuk e kam vrarë shumë mendjen me Koralin, të paktën te pjesa e ushqimit edhe e kam tepëruar, sepse duket. Te vdes mami për ty o dritë. Kiti mami gati? Gati. Dale, me çaj ke shportët? Me lule. Me lule, ja të është gjyshes. Hec. E morëm me kusulkuqen nga shkolla. Edhe sa po erdhëm, por me qenë se ka pak diell jashtë, për momentin u fut në re, po është ngrohtë. Edhe ta shtym këtu një gjysore ose gati 1 orë. Edhe se Koralin se kam nxjerr fare sot. Kështu që inshallah nuk na ikën dielli. Lucy should bring Colin over there on the grass. I don't know. That's okay. It's a little bit dirty. Rub-a-dub-dub. I think she's a little bit dirty, Mom. Lucy, how about we can bring Carly over there? I don't know. Kërkon të përqafoj. Jo, lëre këtu te mami, edhe lëre të përqafoj ty. Jo. Mirë, hajde të përqafoj. Përqafoj me të. Zdo me hajde. Yes, ku më atë një socks? Shiko kur të doli me kem. Shiko. Se er tjetër nga që ka dashur të nxitoj, ka ardhur kështu zvar. Zemlja ime. O zemlja të babiton ti. Fite mami. O shpirtin ti.
me ngadal, ajo binte pa pushim. Binte Debora muj me ngadal, ajo binte pa pushim. Zbardhi male, zbardhi fusha, zbardhi vëndin tim. Zbardhi male, zbardhi fusha, zbardhi vëndin tim. Dhe me do qka të njoma ti me rije pas jarit, I thurje një triko ushtarit. Mirëmëngjesi, sot jemi në datën 6 mars, edhe si që ju kam thënë, edhe si që pak pamje tani, asnjëherë të paktën që kam ardhur unë këtu, që u bën 9 vite, unë kam hyrë për 10 vite tani, asnjëherë nuk ka dalë viti pa rëmbor në mars ose në prill. Unë mendoj që do të kemi ndoshta edhe në prill, po varet kjo pastaj nga se si do të marri koha. Por në mars është patjetër një borë. Mbaj mend kur ka lindur Katalea, që kjo si është bërë, ka ngrënë mandarin edhe është bërë për turp në ujtja mamit. Mandarin, lule shtrydhe që si është bërë. Të ndra mamit në qik tani ty. Up, që i staj? Up, e ti gjithi mamit ti. Tese. Dhe po ju thej që kur lindi Katalea, më duket se ka qelluar kështu mbas 3-4 ditësh ose 1 javë mbas I ka lindur Katalea, që ka rënë borë. Në mamit bali. O gjot. Hajde që e për turp, hajde të ndaloj mami, o gjot. O Katalea, mami, që ke bërë më dritë? Ka bërë foto të vetes vetë në aparatin. I ka larë, do me thënë I ka printuar. Si Ibrahime ti. Të dashur miq, mirë dita. Dje kishim borë dhe sot kishim ngric në mëngjes, por Bora ka shkrirë që dje, dhe pastaj që në mëngjes ka dalë një diell që nuk zjati shumë ajo ngricas, dhe sot duket një ditë shumë e ngrohtë. Nesër kemi festën e ditëlindjes së Kataleës, edhe unë tani jam duke bërë disa përgatitje. E kështu kam menduar që të përgatis disa gjëra vetë, do me thonë të bëra në shtëpi. Ka të gatshme, ju e dini që ka të gatshme sa të duash, madje mund t'i gjesh edhe të kombinuara për një festë të caktuar. Por, si gjithmonë, unë preferoj këtë pjesën e të bërit vetë në shtëpi, edhe më tepër shijoj dhe procesin, por gjithashtu edhe për të sjellë diçka ndryshe nga e përgjithshmja. Ju siç e dini, unë ju kam thënë që kemi shkuar në për ditëlindjet që Katalea ka qenë e ftuar, ditëlindjet që janë bërë deri më tani të shoqërisë së Kataleës. Ato ditëlindje kanë patur për të ngrënë ose për të pirë vetëm fëmijët. Unë nuk e kam menduar ashtu. Jam duke menduar që të bëj edhe për prindrit, zakonisht shoqërohen nga një prind. Unë kam llogaritur që të kem plus 5 persona, shpresoj që do t'ja dal. Tani do të filloj me përgatitjen e disa gjërave që duhet që t'i përgatis që sot, edhe pjesën tjetër do të ngrihem shumë herët nesër në mëngjes që t'i kem punët përpara, sepse e kemi në orën 11:30, por ne atje duhemi diku tek pavajtur ora 11. Nuk e di se sa do të jem e gatshme për të filmuar, por do të mundohem sjell edhe për ju disa pamje nga dita e nesërme.
It's not done yet. Are we ready for the show? Dad, come here. Look. Whoa. Come here, Mommy. That's it. Party's on. Mommy, Yourselves a big clap. Po merre çantën komplet. Merre me gjithë çantë, ha. Se më si po pret Katalea ta hapi dhuratat e festës. Pa dale një dale të tregojmë një çik çka ke marrë atje te festa ti, çfarë të kanë dhënë ty? Një medalje, po, Ari. Medalje Ari o Arsen? Po disa rëndon. Që nga vërtet metal, do me thënë, se janë ca që janë si pun kallçuku, që së rëndojnë hiç. Po kjo të koput ka qafën. Zimle, mami, po dale hiqe këte, ha? Opa! Mami, Hiqe dhe kurore se të dhem koka, mami. Sa do, ta vret kokën e tërë ditën. Ashtu, ajde, flokat. I shkule vlogë. Po, i shkule veti. Hajde, ullu. Shikoj, dhurata e parë që hapi kjo, është një set me bikutina, me tharse, me pjastër, me të gjitha. Mami, Ha, me masht, me krër. mami, Ha, moj? të lutem. E po i heqim pastaj, mami, se duan gësherë këto, po me qënë se je kurios dhe ti hapësh, i hapim njerë kështu, i shikojmë qa janë, pastaj i hapi komplet që të lozësh, okej? Hajde, trego të tjerat. Qa ka këtu brenda prap? I hapim njerë dhe nga kush e kemi këte? Këte e kemi nga Athina, si ka? Këte kemi nga Athina, mami. A plak Katolina. Po pse nuk të pëlqen kartolina ty? Shiko, Athina ka futur edhe këtë. Katalea, ua, e pas ka bërë të personalizuar dhe koral, o sa bukur. Arsen, shiko që ka Mami, bërë? gjashkjo. Se ajo punon kështu e me Athinës, Gjashkjo. punon me kështu gjarash. Edhe ka bërë Katalea dhe koral për t'i varur tek muri, tek dhoma. Sa bukur. Qa janë, ma? Që ka bërë? Janë kështu me për zbukurim për te muri, edhe mund t'i varësh te krevati ose te muri, ku të duash, te dhoma juaj, do më thënë, që se hapim këte. Opa. Hape. Po, Unicorn Princess. Po tani sa ke për ta për kjo Katalea, lumne. Ja, shko, stickersa. Po, që lexojnë stickersa. Tale, po këto, dos nuk hiqen janë kështu. Okej. Pa, ua, sa stickers sa u Arsen. Lumët ne tani të gjitha do ngjiten. 1, 2, shiko, ua. Janë 4 libra me stickers, vetëm në këtë pako. Cili stickers? E po pastaj mami se nuk zgjedhim tani stickersat ne. Oh, Rory. Lori. Nga Rory kjo me stickersa. Mami! Wow! Me kukuj. Po kjo ne nuk dim tani sa kush e ka bërë këtë, sepse janë 4 Mami, shiko! janë 4 kartolina të pa ngjitura, domethënë. They're so cute!
Ma parat ndorë. E po lërë e qikë të përshet. O, bo. Këta mos e hapë. Jo, këta dhe hapim jashtë. Është na jo rëra. Bo. Jo, ma, të lutem. Se kjo është ajo rëra, atë kiqe mami, se me këte marimalet. Dale kush e ka sjell këtë stand? Heidi, po. E hape. U që të ngjituri pas ka bërë. Që është kështu, si tip aparati, si tip radio më duket. Come on the way. Dale një kush e ka sjell mami këtë? Ti së ndimon në që? Isabel, edhe Sherlock. Kjo është e bukur. Shka? Se mëson këtu ti. Wow. Qërë është? Unicorn. Make a wish. From Sophie, Scott and Leo. Edhe Felix. Felix e ka shkuar vetë emrin. Në ato që ke magic, që janë këto magic, jo magic, që magnetik. Nuk o këtove shumë, se i ke një palë prandaj. Dale ta hapim që të nëmi. Kjo ishte nga Astrid and Lorelei. E kanë shkruar vetë ato. Edhe ishte kjo. Një ato që po hap është kjo. Triqe qik. It's your birthday. Caitlin, Lily and Freya. James, Caitlin, Lily and Freya. Kanë si Teapot. Yay. Teapot pillows. Mami, këtu nuk e blastek si hapim? Po mirë do t'i hapim po pastaj. Rojmë. E kemi dhe një çantë lartë, mami, që ka sjell. Hana, tezja. Jep një qikë kartolinën e kësaj? Një çantë. Kështu, si cupcake. From Nate. Nate. Ta ka brefta. Mami Nate. E një tjetër? Ua! Qa është? Dy kukulla. Ua! Të dhe elf. Të dyja dhe Ana dhe Elsa. Kështu janë këto, Ana dhe Elsa quhen? Po, baby Ana dhe baby Elsa. Që si shikon këtë tjetra. Po do jenë një për korali, një për të ndashta. Ti ki qenë në aty muj. Edhe kjo, mami. Kolita ke bëri. Edhe Ana. Hapen qik të tani të shikon kush na i ka sjell këto dy kukulla. Eu sticker for me. Wow, Peppa Pig. Që nga me stickers vërtet. Ha? Jo. Po, vëllë, e gjeti kjo. Stickers. Nga Zak. Zak. Peppa Pig. Kështë sa bukur. Ka blerë të dyja kukullat. Mami, ti Mami hapin i të... Zak. Jo, se shiko si ke dy Ana, kështu dy Elsa. Një këtu, është ka? Se ka sjell kushta sovjet e Elsa. E parë. Edhe të tjetra. Kështu që janë 3 kukulla. Mami, Të hapim më vonë. Po tani, I ma. mbarojmë njërë të gjitha dhe i hapim. Okej. Hajde. Në ma kartolinën, mamit. Wow. Qa është e? Ta hapim? Të shikojmë qa është. Jo, prit. Prit, se lexon këtu. Në notej. Se, kur ti hapim të gjitha, mami, pastaj. Okej? Se janë shumë. Po dale, mbaroj, se ke dhe atë mbrapa. Hari, me thënë këtë kutin. Kjo ishte kartolina. Tek ajo çanta, mami, ja? Tek ajo çanta atje? Katalea? Dëgjoj mamin? Kjo kartolina ishte tek ajo çanta atje? Jo. Po ku ishte? Si kjo, mami.
ato sweeties, wow. Arsen. 10 pound. Po se di kush George. Wow. Që ka fut dhe ato ëmbëlsirat. Po kjo nga e dinte që ishte çante George ajo. E mami, po e diti që ishte... Georgito. Po ku më në gjumë ti tani ishe zjuar? Tani ti pas të hapë. Bobby, unë kam dy Elsa. Kam dy Elsa. Vënë edhe në sikletet e Georgi në s'kemi qënë, se kemi qënë në Shqipëri. Paka e madhe që kishte kukullën e Elsa, e kishte për Helen and Lucy. E gjeti mami. Pastaj 3 kartolina kishin nga 10 pound, një kartolin tjetër kishte këtë faturën që mund të shpenzoj te ky dyqani deri në 10 pound. Edhe 10 pound që tjetër ishte tek ajo çanta që kishte edhe ato ëmbëlsirat. Këto aribot do me thënë. Tani vandi plot. Mami. Plot me letra. Baby. Shëndetje, unë me këto baluket kështu, u lava pak më parë dhe i kam kthyer, po pres që të bien, të shkojnë pak në vendin e vet. Gjithsesi, e hapa kamerën që të tregoj dhuratën që ka sjell kjo shqiptarja që kemi këtu afër, këtë çantën këtu, domethënë, i thash edhe Katales dje në fakt, por nuk e hapëm. Dhe ato që pa dje që i kishte bërë mami i një shoqes së Katales, i vendosa njerë këtu në krahun e dollapeve të secilës prej vajzave. Tani ju pat pak një pamje të një tenxhereje me presion. Unë mora një tenxhere të re, tenxhere me presion që kam pasur, ajo i bëri diku tek 9 vite, dhe në fakt nuk e kishte ndërmend që të prishej, por e prisha unë. Tenxheria brenda e saj, që ishte e lëvizshme, kishte filluar që të prishej pa dhe mua nuk më pëlqente nga ana shëndetësore që të përdorja atë, dhe përpara se të ikja në Shqipëri, që shkuam për ditëlindjen e Koralit dhe gjithashtu ndenjta dhe deri për mbas vitit të ri, atë e hodha dhe mbasi erdha nga Shqipëria, porosita një tjetër pjesë të brendshme të tenxheres. Po ndërkohë tenxheria ishte 5 kilshe, po ashtu e porosita 5 kilshe. Por ato ndryshonin në pjesën e lartësisë me shumë pak milimetër në fakt, ndërsa përmasa e diametrit ishte në rregull, kështu që u desh të bëja një rikthim dhe porosita tjetrën 3 litërshe. Në fakt, në përmasat që pash ishte fiks. Kur provova mbylljen e kapakut në moment, e bënte atë zhurmën klik, por ndërkohë që unë prisja që të zinte presionin, avulli filloi që të dilte sa jashtë, por ndërkohë ju fut edhe te aparati që kontrollohet. Dhe kështu ajo ndaloi edhe nxehtësinë, edhe nuk e futa më pastaj nëse do punonte pasi të thaj avulli, nuk zuri dhe presioni, punën kryesore të saj i binte që nuk do ta kryente më. Kështu e hoqëm edhe morëm këtë që sapo pat, por ndërkohë unë nuk fola tek videoja sepse ishte Korali duke fjetur atje, edhe erdha sipër që t'ju tregoj edhe dhuratën që kemi këtu. Dhe një kohësisht, kur erdha lart në përshkallë, mora edhe numrin 4 që të qëndroj këtu tek dhoma e Koralit dhe Katalejes, dhe do të zbres poshtë numrin 3, i cili ka qëndruar për plot 1 vit këtu te krevati i katit të dytë, meqenëse se nuk fle njeri deri më tani, pa shfryr fare, si ditën e parë që e kemi fryr, por ky është fryr thjesht me kështu pompë dore, pra me ajër, ndërsa 4 është me helium, edhe mendoj që 4 nuk do të rezistoj shumë, dhe avash do të çfryhet, por gjithsesi unë do ta la këtu. Nuk e di, nuk më bën edhe dora që t'i heq këto numrat. Tani, kjo pakoja, përveç se një lodër, ishte si, nuk ishte fix si puzzle, por se që kishte ca figura që në të vërtet nuk ja vura veshin eksaktësisht se çfarë kishte. Këtu kam futur këtë certifikata që kam marrë atë ditë Kataleja. Është kjo pakoja me karamele. Ky libri që ka
për të ngjyrosur. Kemi këtë kostumin, i cili është për koralin. Bashkë me tutat. Kemi një veshje të njëjtë, edhe për Katalen, edhe për koralin, është e njëjta, domethënë. Këto janë tutat, edhe këto janë. Kjo është bluza. Dhe po ashtu për koralin është e njëjta. Edhe tutat e koralit janë këtu. Një kostum tjetër këtu për Katalen. Pra, një kostum për Katalen, një kostum për koralin, edhe një veshje e tillë kështu për Katalen edhe një për koralin. Këto janë tutat e kostumit të Katales. Dhe atë drën që ju thash, dhe një kartolin të cilin Katalea ka përgatitur të hapur. Në kartolinat jam munduar që t'ja mbaj Katalejes, nuk kam hedhur. Por duke menduar se vit për vit kjo puna e kartolinave do të na bëhet një raft i madh që ndoshta edhe nuk kemi ku ti vendosim. Edhe kartolina me urimin për katës. Këto ishin të gjitha dhuratat për Katalen. Unë sot jam marrë me sistemimin e disa rrobave edhe hekurin. Sot është e hënë, Arseni është pushim. Pak a shumë afron edhe ora që të marrim Katalen. Por avash tani nëse zgjohet edhe korali, bëjmë edhe një xhiro. Nëse jo, pastaj do shkoj Arseni. E po lërja pak o Katalea. Lërja pak. Lërja pak një gjeme, mam, haje pjete. If you're doing these. Let's play. If you're doing them properly, I'm not pressed. If you're doing this properly, I'm not pressed. Foli babit? Po. Foli babit të telefoni? Foli babit të telefoni. Pa thoj, alo. Shko mami? Alo? Alo? Po. Këtu e shko Ali. Foli ti? Foli? Të veshi? Qa? Bravo. Foli babit. Foli babit? Baba. Foli në telefon babit? Po, baba. Foli babit? Foli babit. Mirë. Okej. Alo? Thoj alo? Alo, thoj. Masin? Të ngorda. O, baba. Jo, baba, jo. Bye. Thoj bye. Thoj bye. Alo. O, baba. O, baba, qa bëri ko Ali. Baba. Ulu. Ashtu. Ja, ulu. Brekushe.
Ako Ali, shikon qik mamin. Bëj këtu. Je, bëj këtu. Si bën qeni? Po ma qa? Pa, është pula. Bravo. Bravo. Po loqa? Edhe loqa papa. Po gjeli? Jo, kaposhi. Kaposhi. Tani është herë e dytë që po përdor të tenxherën e re me opsionin e grillit. E po bëj disa brin në grill edhe me presionin që e kam provuar. Këto alternativat e tjera nuk ja kam provuar akoma. Me qënë se këto janë të prera pak si thellë, do t'i lëj një herë 5 minuta dhe pastaj do t'i kthej nga ana tjetër 2 herë. Të parat ishin të prera në rregull edhe me 10 minuta nga njëra anë dhe me 5 minuta në ana tjetër, por nga ana tjetër nuk ishte nevojë që të lija fiks 5 minuta, sepse i pash që u hoqën dhe janë pjekur shumë mirë. Por gjithsesi duke e mësuar ja 5 minutë i parë për këto që vendosa tani. So get our babies. Shall we? I got you. So get our babies. Course. Yeah, come on, Dad. Managing money. Kapi mo tla kapi. Get our babies. Get our babies. Kapi mo tla kapi. Ti mama pulti. Sot i mat. O pise mami. Arsen, hadi shikojnë që qapet. O moj dhe në kafe të e orës në bajë. Ka sheqer në fund, prandaj. O bere ti të lëpish me gisht. Këtë të litë. O shpilti. Since we last saw you, we've had Kylie and Joey. Say hello, kids. Tako Ali atje. Drita i leti. Që futu me karton. This is my little brother. Sa që me ka rush. This is my little brother Joey. O qoj. No. As ka që një kokë. No worries. We'll make lunch. Mr. Kangaroo is going to cook lunch. Border shipping lanes on the planet. But that's Mamma. A shpil. Balon e ti pi? Aber wir ackern los. Ka? Tokyo's A të plak? request. Und du kannst die P, Mama. O drita ime si sa bukur ha. Në bëve. O gjot. Të të dile. Hajde.